Të tregojmë pak më shumë, cila është tradita e ti, sa profesionist apo njerëz të këtij arti ka aktualisht në botë, në dijenin time janë shumë pak apo jo? Shumë pak janë. Në fakt, kulmin tani e ka në Amerikë, në Shtetet e Bashkuara janë duke u bërë shfaqje masive në lidhje me ventrilokuizmin dhe janë shumë të pakta ata që e praktikojnë këtë lloj show, sepse kërkon një investim në, le të themi, në personazhe, në kukulla apo në çfarë duam ne si ventrilokuist të vëmë në pah në atë moment që japim show-n. Janë të kushtueshme si materiale, gjithashtu është edhe teknika, që nuk është aq e thjeshtë, pra nuk mund të bësh një personazh brenda ditës dhe nxore për audiencën, duhet pak më shumë investim te kjo pjesë. Është një traditë e vjetër ventrilokuizmi, Arieta? Vjen nga greqishtja e lashtë dhe vjen nga antikiteti, por që zbatohet në show dhe në shfaqje është diku nga 1974, që bëhet një traditë e mirë fillt në Shtetet e Bashkuara. Interesante. Për shembull, raste si ne apo raste si një pjesë e mirë e Ballkanit që ka një gjuhë relativisht të rëndë të bashkëtingëlloreve, për amerikanët është e pakonceptueshme. Interesante kjo. Ndërkohë, të ndalemi tek viti 2019. Po, një event i rëndësishëm ku ti ke përfaqësuar Shqipërinë si ventrilokuistja e parë dhe e vetme zyrtare në Shqipëri. Po. Çfarë konferencë botërore më duket? Ishte në një konvent botëror. Të ventrilokuistëve në Amerikë. Më falni, por këto kufjet janë shumë të mira. Kjo muzika është super. Kush është DJ këtu? Wow. Suna, keni një kompliment nga Arieta. Super, bravo. Tani, të flasim pak për këtë konferencë botërore të ventrilokuistëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 2019. Çfarë ishte për ty për te konferencës? 2019 për mua ka qenë një vit sfidash. Në sytë e të tjerëve duke një vit suksesi, arritjesh, Arieta në konferenca, Arieta në folur publik, Arieta në ventrilokuizëm, Arieta sa dhe unë lodhesha duke parë ç'a po bëj. Dhe ndërkohë nga në background kanë qenë sfida të jashtëzakonshme. Nuk dua të them sfidat këtu, por që ti e shifje nga ekrani që ishe e suksesshme, si thua, sepse ndoshta syri të tjerëve shikonte kështu. Unë thoja, askush nuk e di çfarë po kaloj, ndoshta do jetë një moment tjetër që do ta shpërfaq atë se çfarë ka qenë 2019. Dhe nuk duam të pyesim për këtë. Sigurisht. Që nuk do përgjigjem dhe nëse do nuk duam ta dim. Sigurisht që duam ta dim, por në një moment tjetër. Në një konferencë tjetër tha, si kjo. Çfarë them? Po pse nuk e kuptove që në konferencë gjithsesi. Kur ti shkon si një e vetme, duhet kuptosh që është një përgjegjësi. Dhe të vjen një ftesë si ventrilokuistja e vetme dhe e parë shqiptare dhe ti duhet të mbaje një ngjyrë tjetër nga të tjerët, sepse ishe për herë të parë, por gjithashtu ishte edhe e vetmja e vendit tënd. Kur ata dëgjuan kur unë bëja ventrilokuizëm në Shqip, tha kjo nuk ka jetë, është e pabesueshme. Okej. Për shkak të bashkëtingëllorëve. Pa. Kemi babi, mami. Jemi shumë të vrazhd, ne kemi një gjuhë shumë të bukur, por për ata nuk konceptohej, sepse ata janë thjesht zanore dhe kjo është një aftësi e lindur apo edhe mund të zhvillohet? Pra unë them që 1% është talent, që është e lindur, pastaj ajo 99% tjetër ose e bën 99 dhe e çon në 100%, ose e lë gjysmë dhe nuk e bën asgjë. Kështu që investimi post 1% është i domosdoshëm në çfarë do lloj fushe, jo thjesht në ventrilokuizëm. E drejt. Tani Arieta, unë dua t'i rikthem pak dy kukullave të tua, Sindit edhe Xhatelit. Apo jo? Ti një vetëm 2. Vetëm 2 një unë. Tani këto po kush foli? Herën tjetër. Jo, nuk ishte tamam ashtu. Herën tjetër do t'i sjellësh në studio. Jo të gjitha. Jo të gjitha, sigurisht, jo të gjitha. Njëra është duke u bërë aktualisht. Okej, shumë bukur. Për këtë do të pyesja, si i jep jetë ti? A përfaqësojnë për shembull Sindi, Xhateli apo kukullat e tjera dimensione të personalitetit të karakterit tënd? Atëherë Sindi kam përshtypjen që është një
alter ego imja. Është një personazh i cili ka ardhur ventrilokuizmi ka ardhur bashkë me Sindin. Sindi më ka sjell ventrilokuiste në këtë periudhë ku po flasim. Dhe Sindi di të gjitha pot, di të gjitha jot, di të gjitha lotët, di të gjitha të qarat, të qeshurat, di të gjitha sfidat, di të gjitha arritjet. Dhe nuk ka se si mos të dali Sindi një alter ego. Xhateli ka ardhur mbas Sindit dhe është bërë i pëlqyeshëm, duke qenë se ne kemi të gjithë një xhatel në familjet tona. Kemi një gjysh apo kemi një gjysh zevzek ndoshta ndonjëherë. Po Mua më duket shumë argëtues xhateli. Është interesant, nuk është tamam zevzek, po ai ka një personalitet të vetin që thjesht e do aty edhe pik. E di si më tingëllon mua Arja xhateli? Si ai njeriu që tregon që robi plaket kur do vet. Kush e di çfarë do më thot xhateli mua për këtë që i thash zevzek kur ta marrësh në studio. Shiqur që se kish. Okej, mirë. Tani Gonzo na kishte gjetur. Po, tani kur ti ke performuar herët e para me kukullat e tua, ventrilokuizmin, publiku shqiptar është habitur, është çuditur nga vjen zëri, duke mos e njohur edhe shumë këtë lloj arti skenik. Si e ka pritur? Shika, ajo që unë vura re në performancën e fundit që isha në një kompeticion, vura re që njerëzit kanë përqafuar emocionin dhe kanë marrë atë çfarë ju është servirur artistikisht. Nuk e kanë vrarë mendjen çfarë po bëhet me këtë dhe si e bën kjo këtë. Si funksionon kjo nga pas po. Madje un kam vënë re të gjitha komentet e Sindit kanë qenë, sepse Sindi thotë unë dua të jem njeri. Edhe këtu është sfida e madhe që Sindi na bën të gjithëve ne. Dhe komentet janë, po pse do t'i të bësh njeri, je mirë ashtu si që ne qajmë gjithë ditën, ne lodhemi, ne kështu, ne ashtu, shumë mirë që je ashtu. Dhe nuk e ka komentuar dikush si e bëj unë këtë. Dhe kjo është e bukura e të gjithë kësaj që njerëzit mos të arrin të kuptojnë vështirësinë se si unë e nxjerr zërin e një nga personazheve apo disa, por se sa shumë argëtohen ata dhe marrin mesazhin përmes personazhit. Dhe në fund shohin një dialog mes Arjetës, Sindit apo edhe Xhatelit, se unë di që ka pasur edhe shfaqje me 8 zëra. Po, e radhës do jetë me 9 edhe me më shumë, sepse janë lojë dhe maskotat. Pra maskotat mund t'i vini edhe ju si personazhe. Po të vini nga publiku. Sa interesante. Po, kështu që mund të bëheni edhe ju personazhe real, aty për aty pa tekst, sepse kjo është e bukura. Gjysmës së shfaqjes jemi pa tekst. Pa na kupton njëri. Po ndonjëherë heshtja flet më shumë se sa fjalët thuhet. Të heshtim gjysmën e Jo, sot do flasim nga fillimi. Kjo është ftesa më e bukur. Ftesa më e bukur që ka marr për një shfaqje. Është shumë intriguese. Po, është shumë intriguese. Është një eksperiencë që vërtet nuk e di si do jetë, se kam provuar. Ta siguroj unë që do të jetë super e veçantë.